Mia e peisazheve të Shqipërisë dhe në ndërtimi gjeologjik i saj. Si shikojmë nga fotot, edhe korja e tokës pëson rrudosje. Në rast se forcat shtytëse janë në dyja krah, pra shikojmë shkëmbin të cilët po rrudosen. Nëse regjimi është në shtypje, pra shtypja ndodh në dy krah, dhe në këtë rast, e kemi mësuar nga gjeografia klasës së dytë, krijon struktura të rrudosura në të cilët pjesa më e lartë njihet antiklinale dhe pjesa më e ulët njihet sinklinale. Antiklinalet krijojnë malet, kurse sinklinalet krijojnë kryesisht lukina. Shikojmë foton e dytë. Kemi regjim në tërheqje. Pra, lëvizja është në të kundërt, pra në tërheqje. Çfarë ndodh? Disa pjesët janë gjëshytur më në thellësi. Pjesët e ngritura njihen poshtë, pjesët më të ulta, të cilët kryesisht janë të rrashta, njihen gravene. Pra krijohen male, fush gropa apo gropa zona fusha të sheshta. Mjedisin dhe peisazhet të lagmishme në Republikën e Shqipërisë ne kemi shumë peisazhe për shkak të formave të ndryshme të reliefit. Kemi peisazh bregdetar, peisazh fushor, kodrinor, malor e të tjerë. Lidhur me ndërtimin gjeologjik të territorit shqiptar. Në Ordovin Silur, në malin e Koratit, kemi gjetur element, pra shkëmbim, më të vjetër deri sot në Shqipëri, që datojnë rreth 500 milion vjet më parë, me prapësi ky fishi i moshës së Pangeas. Nëse Pangea ne kemi patur për 280 milion vjet më parë, atëherë jemi tashmë me shkëmbim e Koratit më të vjetër. Jo i gjithë Korapit, por një pjesë e tij 500 milion vjet. Pangea ka qenë kontinentet e bashkuara, kurse pra gjithë kontinentet ishin një trup, ishin një kontinent i vetëm dhe një është Pangea. Kurse oqanet, patjetër që ishin data të bashkuar, njiheshin me emrin Pan-Thalas. Në cilët periudha ne I kemi këto lëvizje të formimit rreth 500 milion vjet më parë, gjatë periudhës së Ordovikut dhe të Silurit. Pra, gjatë Ordovikut dhe Silurit ja krijuar shkëmbim të 500 milion vjeçar të malit të Koratit. Por në cilën strukturë rrudosëse bën pjesë e dyën. Shikojmë që struktura e pllakës tektonike të Afrikës është ngjyshet me pllakën tektonike të Europës dhe të Azisë. Pra, struktura e pllakës së Afrikës ngjyshet edhe në poshtë strukturës së Euro-Azisë. Dhe krijohen dy degëzime rrudhësh. Me dyën bën pjesë në degëzimin jugor që në part e kemi shënuar me ngjyrë kuqe, kurse degëzimi inferior nuk bën pjesë në dyën, por është degëzimi me ngjyrë të verdhë. Cilët territore bëjnë pjesë në degëzimin jugor? Afrika Perëndimore me malet Atlas. Malet Apenine, pra në Itali, pra malet Atlas, malet Apenine, Dinaritet ose dinaritet, Albanitet ose malet shqiptare, Helenitet ose malet greke, Turitet ose malet Taurus në Turqinë jugore dhe malet Zagros në perëndim të Iranit të sot. Ja po kemi përsëri, do të dallojmë se ku është kontinenti I Europës, nga tishu Iberik, nga tishu Apenin, nga tishu I Ballkanit, dhe shikojmë styrin tektonike, strukturë që sapo thamë, që janë malet Atlas, Apeninet, Dinaritet, Helenitet, vazhdon me Turitet dhe malet Zagros në Iran. Këto dy struktura, edhe Veriorja dhe Jugoria, pra dhe Veriorja dhe Jugoria, vazhdojnë drejt lidhjes dhe Veriorja bashkohet me malet Himalaje, më të lartë në botë,
të cilët bashkohen pastaj me unazën e zjarrit të paqësor, pra në oqeanin paqësor. Evolucioni i trullit shqiptar nuk është i njëjtë. Ai ka filluar nga lidhja drejt perëndimit. Kjo do të thotë që në pjesën lindore të vendit tonë ne kemi shkëmbim më të vjetër, dhe dominojnë shkëmbim magmatik. Kurse në pjesën perëndimore kemi shkëmbim më të rinj, të krijuar kryesisht nga depozitimet sedimentare. Pra, evolucioni ka filluar nga lidhja dhe ka vazhduar drejt perëndimit. Albanitët, cilët janë strukturat të rrudosëse në territorin shqiptar dhe jo vetëm, ndahen në albanitët të brendshme dhe albanitët të jashtme. Në albanitët e brendshme bëjnë pjesë Korabi, zona e Mirditës, zona e Gashit, gropat monastike të brendshme. Kurse në albanitët e jashtme bëjnë pjesë Alpet e Shqipërisë, të cilët janë të reja, Kras Sukar, Kruj, Jonike, Sazan dhe Ulësirat pan-adriatike. Këto tani do t'i shikojmë në një harë për t'i kuptuar pak më mirë. I majmë e radhë, albanitët dhe brendshme janë Korabi dhe me ngjyrën përkatëse. Mirdita e kemi me mëra, pra mëra, të cilët vazhdojnë drejt jugut. Gashi, Marcia Gashi e Vermos, pra Gashi janë pak së struktura. Dhe në fund, gropat monastike të brendshme, çfarë janë molasat, depozitime të hershme, pra të vjetra. Kalojmë tek albanitët e jashtme, pjesë Alpet, Kras Sukal. Pra Sukalin e kemi këtu, Krasin e kemi pranë Bukizës, dhe vazhdojmë drejt jugut. Krujës, atëherë kemi Kërën, Kruja, kemi Kërën, Jonike, pra jugore, jug fare. Sazani, Sazan, Karaburun. Dhe Ulësira pan-adriatike me ngjyrën e bardhë. Por, si që përme në harta, këto struktura në ndihmojnë që ne të njohim më mirë edhe sepse ku mund kërkojmë për lëndë tjekse, ato kemi shkëmbim sedimentar dhe në strukturat e reja, dhe ku mund kërkojmë për pasuri minerale, aty kemi strukturat vjetra dhe shkëmbim magmatik. Evolucioni geotektonik i albanitët. Era kryesore që kanë krijuar në botën janë Arkeku me vjetra, Proterozoi, Paleozoi, Mesozoi dhe Kenozoi. Në pjesën kryesore të këtyre erave geologjike, territori i Shqipërisë ka qenë në ujë. Pra që nga Kembri deri në Jurë, kemi patur i gjithë territori kanë qenë në ujë. Pas, duke filluar nga Kreta deri në Quaternar, që është periudha më e hershme, më të reja, atëherë territori doli pak nga pak jashtë ujë për shkak të lëvizjeve orogjenike dhe epirogjenike. Ja Jurës dhe Kretës kemi deri në Miocen kemi patur etapën teknogjene, kurse më vonë atë orogjene. Pra strukturat e albanitëve u krijuan gjatë etapës teknogjene dhe orogjene ose neogjene. Gjatë etapës teknogjene ndodhën që u rrugosën strukturat dhe ato shkullce, pra dhe strukturat rrugosën dhe shkullce u krijuan. Pra dhe Horsgrabene dhe antiklinarin siklinarin, relievi ngrihet deri mbi ujë në lartësi 300 deri 500 metra. Vazhdon formimi shkëmbimeve magmatik nga shpërthimet vulkanike, por dhe sedimentar nga depozitimet në basene ujore. Gjatë etapës së fundit orogjene ose neogjene, kemi lëvizje lupatëse, pozitive, trikjedetri, pra dalin mbi ujë vargjet malor, verior dhe tudor, pra malet më të lartë janë sot. Por kjo lëvizje nuk ishte menjëhershme, po formuan malet mbi 2000 metër, kodrat, gropa ndërmalore e tjera. U krijua ulësira ndërtimore. Ulësira ndërtimore u krijua duke u ngritur në lartësi, pra relievi doli ngritur në lartësi, ndërkohë që ajo ishte mbushur me gropa sepse kemi sinklinale, pra gropa të mëdha. Këto gropa u mbushën nga depozitimet e lumenjve kryesor të tonë. Pra, edhe lëvizja tektonike pozitive, edhe prurjet e shumta të ngurta të lumenjve të tonë, të mbushur që këto sinklinale të mbushen. Edhe ajo të marrë formën anatale siç ka sot.
u krijuan dhe shkëmbim sedimentar në depozitime e ndushme. Një thamë sektori i brendshëm dhe sektori i jashtëm. Për ta kuptuar më mirë, po kalojmë një vijë me ngjyrë të kuqe. Pra sektori i brendshëm dhe sektori i jashtëm. Pra sektori i brendshëm dhe sektori i jashtëm. Në sektorin brendshëm kemi regjimin në tërheqje, pra krijimin e forcave dhe grabeneve. Malet e kryesisht force, kurse linat lumore apo edhe fushgropat janë grabene. Si forci i korabit, forci i malit të thatë, grabeni i kolonjës, grabeni i Korçës, grabeni i Përrenjasit, grabeni i Ohrit, grabeni i Trinjësit, kemi 3 grabene vetëm këtu të Trinjësit. Kurse sektori i jashtëm nuk kemi regjim në tërheqje, pra krijimin e forcës grabeneve, por kemi regjim në shtypje. Pra strukturat rrudhose dhe krijohen antiklinale si klinale. Malet dhe kodrat krijohen antiklinale, kurse fushat krijohen si klinale. Krijohet ulësira perëndimore, jo ulësira shkodrës sepse kemi graben, dhe rajoni bor, i cili shqipithi antiklinal, si klinal. Por, nuk do thotë që në këtë regjim të jashtëm, në strukturë të jashtme, ne kemi vetëm antiklinal, si klinale, por kemi dhe regjim të regjim. Pra forcë grabeni, si forci i Tarabushit. Dhe janë si dhe grabeni i Shkodrës. Gjithashtu, kemi grabenin e gjirit të Florës dhe Dukatit. Pra grabenin e Shkodrës. Mirë, kemi vizuar dhe kemi vizuar një partë. Ka do thotë forca që janë male, gërja grabene, pra shikojmë edhe jashtë krajeve shqiptare, pra jashtë Republikës Shqipërisë në tronë shqiptare, e kemi të njëjtën ndërtim. Malet forcave dhe fushat ose zonat e ulta grabene. Kurse në perëndim, në strukturat e jashtme, kemi antiklinale dhe sinklinale. Ta janë shkëmbim të rrjedhë, janë një kështu, janë shkëmbim të butë. Dhe pronë shumë erosioni, si shkojmë erosioni ka vëkur shumë, mungon pepësia, shumë pepësi, shpatet janë jo me shumë pjerësi, pak të tjerë, dhe majat janë të kubakos. Pra janë shkëmbim të rrjedhë.